është hera e parë që po takohemi pas fitores rekord dhe historike 2 muaj më parë në zgjedhjet parlamentare. Gëzuar edhe një herë urime për aksionin që te kalon edhe imagjinatën, fushata zgjedhore e vetëvendosjes për 28 dhjetorin 2025 ishte e paparë jo vetëm në Kosovë e të kombit shqiptar, por edhe në rajon e Mexher. Unë shpreh mirënjohjen time të thellë si kryetari i lëvizjes për të gjithë juve këtu, për të gjithë ata e ato atje e kudo që janë për secilin, sepse ka qenë angazhim gjigant i cili na ka sjellur në këtë lartësi, të cilën mund ta kemi dëshiruar, por nuk mund të them që edhe e kemi paramenduar kollaj. Prandaj faleminderit të gjithëve nga zemra dhe urojmë të nxjerrim mësimet e mira nga fund viti 2025 për jo vetëm vitin 2026, por edhe shumë vite në vijim. Pra, ajo fitore erdhi edhe nga ajo fushat, e cila padyshim që nuk ishte thjesht një garë politike. Ishte një lëvizje e gjallë, fort vitale, e cila përfshiu mijëra vullnetar, aktivist dhe simpatizant në të gjithë Kosovën, nga viset e banuara me shqiptar, por edhe nga mërgata jonë e dashur. Energjia, përkushtimi dhe durimi i tyre ishin forca jonë më e madhe. Pa këtë angazhim, asgjë nuk do të ishte mundur, me atë angazhim gjithçka na u mundsua. Kujtoj momentin historik të 6 tetorit 2019, kur populli na dha një votë bindëse për ndryshim në nxorrit të parët në garë, dhe atë ditë thamë, doli zogu nga Lëvozhga e nuk kthehet më. Ishte dita kur vendi tregoi se rruga për punë dhe drejtësi, për kushtim ndaj qytetarëve dhe shtetit, nuk mund të kthehet pas. Në zgjedhjet e shkurtit 2021, ai zog filloi të fluturoj, dhe më pas me këtë fitore në mbrëmje dhjetorit 2025, shtriu krahët e tij mbi gjithë Republikën, duke na dhënë një mandat edhe më të fuqishëm për të vazhduar rrugtimin tonë. Slogani i fushatës siguri dhe begati shprehu synimin për një shtet më të fortë, më të drejtë dhe me zhvillim të qëndrueshëm. Ndërkaq mos lëshope u bë thirrje e përbashkët cep më cep mes nesh dhe qytetarëve për këmbgulje përballë çdo sfide. Mos lëshope në fakt ishte edhe më shumë se thirrje, ishte përkufizim i rrugtimit ton dhe i vendosmërisë për të mbrojtur interesin publik dhe sovranitetin e vendit. Ne, siç e dini të gjithë, nuk i kërkuam zgjedhjet e dhjetorit, as qytetarët nuk kërkonin një tjetër proces elektoral, vendi kishte nevojë për punë e për paqe, për vazhdimsi e siguri, për zhvillim e stabilitet. Por kur zgjedhjet u bën të pashmangshme, populli foli qartë. Ai nuk deshi kthem pas, por vazhdim përpara. Dhe këtë e shprehu me një fitore të madhe, me 51.1% të votave, duke e kthyer një situatë të padëshiruar bllokimi në një mandat të fuqishëm për progres. Pra jo 50%, po 51%, dhe jo 51%, po 51.1%. Ky numër ta ngjall figurën e Zotit me laps, 51.1%. Punën përmes përmbushjes së zotimeve në këtë mandat të ri e nisi me buxhetin e vitit 2026 të miratuar në kuvend në lexim të dytë me 20 shkurt. Buxheti në vlerë rreth 4 miliardë euro e përfshin edhe pagën e 13 për punëtorët e sektorit publik, e cila do të shpërndahet në fund të këtij muaji që nisi sot. Përmban ndryshimin e nevojshëm që mundson dyfishimin e shtesës për përvojën e punës nga 0.25% në 0.50% për
15 vitet e para, parasheh 867 milion euro për komunat, si dhe shtyrjen e afatit për zbatimin e shkallës progresive të tatimit në pronë, derisa ta miratojmë ligjin e ri për tatimin në pronë në konsultim me komunat. Buxheti po ashtu përfshin edhe pagesat për 30 gradë që angazhohen nga superpuna, kompletimin e reformës asistencës sociale dhe mbështetje tjera për familjes. Me të po ashtu rritet mbështetja për barën esenciale, për kulturën dhe për sportin, rritet edhe mbështetja për ndërmarrësit e sektorin privat dhe për bujqit, si dhe për investime në infrastrukturë publike. Pas kalimit të 3 marrëveshjeve ndërkombëtare me Bankën Botërore dhe sidomos planit të rritjes Bashkimit Evropian, që gjithsej e të kalojmë vlerën prej 1 miliard euro, që të fillojmë të qeverisim shpejt e mirë e mbar